Ka një çështje të nxehtë që po diskutohet në Tiranë dhe është ndryshimi i procedurës penale, e kodit. A e konsideron ti këtë reformim apo ndërhyrje? Kujdesni me prekjen e reformës, sidomos tek pjesa që ka të bëj me gjykatën e posaçme, prokurinë e posaçme dhe me pjesën e zyrtarëve të lartë. Pyetja është gjatë kohës që i kene hetim këta persona, a mund t'i pezullosh në detyra? Tani, Jo, dhe pyetja është gjatë kohës që ka një hetim e këtyre personave, a mund të vazhdojnë të ushtrojnë funksionin? për mos pagesë të një bilete metroje, ministri jep dorëheqje në këto vende. Në Shqipëri me sa duket mund të jesh në hetim penale për miliona euro, nuk ka asnjë problem, është çështje standardit shoqërisë kjo pastaj. Unë do doja që Shqipëria të ishte në ato vendet modeleve me ndërgjegje të lartë qytetare që për gjën më të vogël ministri vet të jepte dorëheqjen dhe të hapte rrugën hetimit, me që Shqipëria nuk e bën këtë gjë, ndoshta sigurisht që në organet mund ta bëjnë pastaj.